nuk ka asnjë surprizë. Në seancën e ditës së hënë, skenari ishte të mos lëm të flasi avokati i popullit, Endri Shabani. U bllokua foltorja që të mos flasi Endri Shabani. Sot skenari është të mos lëm të flasi Zoti Mazdiku. Edhe sikur të risheshim ne, në themi të mos flasi Zoti Mazdiku, pastaj e ka radhën përsëri Zoti Shabani dhe përsëri aty do vazhdoj njëjti skenar. Na e than kolegët tuaj skenarin, na ju lutem na mundsoni që të ndërpritet seanca, që të kemi mundësi të fillojmë pushimet sa më shpejt. Por kjo nuk do të thotë që ju të merrni peng. Mua më vjen keq që skenarin e bëni për të mos lënë raportin lidhur me veprimtarinë e organeve drejtësisë. Mua më vjen keq që nuk kemi mundësi sot të flasim për rezolutat për prokurinë e përgjithshme, për prokurinë e posaçme, për KLG-n, KLP-n. Megjithatë, ne dhe deputetët e grupit parlamentar të Partisë Socialiste do ta gjejmë mundësinë të komunikojmë. Është e pavërtet ajo që thoni ju që sot do të votohet reforma administrative territoriale. Sot paraqiten raportet e dy palëve. Do të kemi kohë boll, unë shpresoj që deri në shtator t'ju ketë dalë inati, ndoshta jeni prap në bojkot se ju e keni si shkollë nate këtë. S'merret vesh kur vini, s'merret vesh kur ikni. Neni 49 i procedurës, zoti kryetari i kuvendit. Bazuar në nenin 49, duke qenë se deputetët nuk lirojnë foltoren, kanë blokuar procedimin normal të punës së kuvendit në mënyrë të përsëritur në 2 seanca rresht. Jemi në kushtet që kemi vazhduar seancën e kaluar dhe përsëri nuk na lejojnë. Ju kërkoj hedhjen në votim të propozimit për ndërprerjen e diskutimeve dhe për kalimin në votim të çështjeve të rendit të ditës. Faleminderit.